Përvoja e 2 dekadave, teknologjia moderne dhe përkushtimi i stafesh që marrin formë sipas kërkesës së klientit. Libra, revista, fletpalosje, katalog, mjete promocionale me logot personalizuara e gjithçka tjetër vjen në formën më atraktive. Millennium i ri, ajo që ju duhet për të lënë gjurmë. Na gjeni në kilometrin e 26 të autostradës Tiranë-Durrës. Për më shumë, klikoni në adresën millenniumiri.de. Lexoni online revistën Familja, sfidat e prindërimit në kohët moderne, roli i babait në formimin e fëmijës, disa rregulla për marrëdhënie të mira me kolegët, a ka vlera arti krijuar gjatë komunizmit, po ashtu në numrin e ri do të lexoni kuriozitete dhe informacione interesante nga teknologjia. Revista Familja, për një familje të shëndosh. Radio Kontakt, kënaqësia e ditës tuaj. 89.3 MHz. Në dëshmitë arkivore, pse lidhja e Prizrenit ishte qeveri gati 4 vjeçare? Fakte, argumente dhe hulumtime, të realizuara nga doktor Admir Mulaj. Ku ka rrezet arsimit, ku ka fusha lule bor, ku këndojnë këngëtë naivit, që nga struga në detor. Të dashur dëgjues, duke filluar nga dita e sotme edhe në 10 emisione të tjera, çdo të hënë dhe të premte në orën 13, do të cilëm një material dhe këndvështrim të ri, dokumente edhe këngë të popullit për lidhjen shqiptare të Prizrenit. Këto ngjarje të mëdha të historisë së kombit duhen kujtuar gjithmonë, duhen nderuar ai brez legjendar, duhen kënduar këngët që ishin kronike vërtete e historisë gati 4 vjetë të kësaj lidhje. Mendimi dhe ideja për të evokuar këtë histori të madhe erdhi nga dëgjuesit tanë, të cilët vlerësojnë shumë punën që bën Radio Jon, Radio Kontakti, për çështjen kombëtare, është në nderin edhe në krenarin e Radio Kontaktit. Në fakt, të dashur dëgjues, ideja për këto emisione ishte e një intelektuali nga Tropoja, i diplomuar në Itali. A i solli me vete një libër të rrallë, librin e parë me dokumente dhe dëshmi të reja për gjithë veprimtarinë e lidhjes së Prizrenit, edhe veprimet luftarake, diplomatike, politike e të tjera. E pra, kam kënaqësinë, të dashur dëgjues, t'ju njoh me ideatorin e këtyre emisioneve, zotin Admir Mulaj, stërnipi atyre familjeve të shquara që prinë veprimet e lidhjes. Së bashku me Admirin, të cilin e kam në studio, do të përcjellim të ju të dashur dëgjues këtë cikël emisionesh, pa haruar Altinin nga ana tjetër e xhamit që do na shoqëroj dhe do përcjell tek ju këngë të folkut të përkatës historik. Pas gjatur, po i drejtohem Admirit. Admir, të lutem, cila ishe shtysa, frymëzimi për këtë ide, për t'ju kthyer lidhjes Prizrenit, kur mjaft ngjarje historike, me thënë të drejtën, janë lënë harres? Ju falenderoj shpresa, falenderoj edhe Radio Kontaktin, natyrisht për mbështetjen e dhënë. Së pari është zëri kushtrimit të parëve që na lanë amanetat dheun, bashkë me historinë. Është dashuria ime për Malsinë e Gjakovës, që është një krajinë me tradita, me vlera, dhe me një mbështetje të jashtëzakonshme, me një rol të jashtëzakonshëm në lidhjen shqiptare të Prizrenit. Rol të rëndësishëm shumë. Aty ku edhe fillon adheui, ku është djepi, kjo trev legjendare, që në atë kohë dhe në momente të tjera të historisë ka qenë zjarri dhe kushtimi i lirisë. Tropoja për mua do të thot liri, besim të Zoti e liria, të dheut parve dhe pashmangërisht tek flamuri. Shtysën për këto përkujtime historike ma dha një libër i rrallë, siç e thatë edhe ju, historianit dhe adetarit
Xhafer Belegu, i dhuruar nga një djalë historian, po Tropojan, ylli për Bibaj. Është libër i mbetur krejt në hije, botuar në vitin 1939. Mund ta themi që është i papolitizuar, domethënë. Tjetër janë këngët. Unë njoha me shumë tekste këngësh të gjitha krajinave të asaj kohe, këngë që janë thurur në vijën e luftës dhe kënduar në përllogore, janë me mira vajërgje, janë një epope. Këngët e dervishaqes apo shumë këngëtarëve të tjerë të dëgjuara shumë herë, që kurse isha i vogël, që u bën jehon gjithë luftrave të asaj kohe. Duke rritur dhe duke vrarë mendjen për gjithë ato histori të cilat nuk i kam studiuar në shkollë, por se të lartësuara në përvargjet e folklorit popullor. Ma e mend që babi më thoshte, ma gjej dervishaqen dhe ma lësho ta në gjej. Dhe kuptoja një përjetim tek ai gjatë këngës, kurse unë e gjeja të vështirë që të përjetoja diçka përveç se kushtrimit të luftës apo përpjekjeve për liri të cilat shfaqen në përvargje. Me kalimin e brezave, emrat legjendar mbesin vetëm emër dhe mbiemër. Vendet shqiptare të lëshuara mbeten vetëm adresat të lashta, jo më në hartë. Nuk i gjejmë në Google Maps ato emra. Historia mbetet jetime. Këngët e kënduara të asaj kohe bëhen demode, sepse nuk dëgjohen më rreshtet së dëgjuari. Sot më shumë se kur mund t'jepet shumë përgjigje marrëdhënie me Evropën dhe me Ballkanin nëse i referohemi periudhës 1850, 1878, 1881, që është përkon me lidhjen e Prizrenit, dhe 1912 deri tek pavarësia e Shqipërisë që gjithë e njohim. Periudhë natyrisht që ka lidhjen shqiptare të Prizrenit. Kjo është arsyeja që kam kënaqësinë të njoh Breznitë sotëm me historinë më të lavdishme të kombit shqiptar, 1878-1881, si dhe me këto perla të këngës historike dedikuar asaj periudhe. Atëherë kemi mundësinë dhe kënaqësinë të përcjellim tek dëgjuesit Admir këngën e dervishaqes të 7 kralat e rrehin telin. Jemi në valët e Radio Kontaktit, dashur dëgjues, 89.3 MHz. Në emisionin e parë kushtuar lidhjes së Prizrenit, me mua shpresën dhe doktorin e shkencave, Admir Mulajin. Para se të fillojmë të shfletojmë librin, po përcjell dëgjuesve disa momente të jetës të këtij historiani. Xhafer Belegu u rrit me 4 vëllezërit e motrat në një familje të madhe dhe të pasur. Babai i tij ishte sipërmarrës i suksesshëm, lindi në Elbasan me 11 janar 1904 dhe ndroi jetë po në Elbasan me 1 janar në 1962. U diplomua në shkollën mesme Naim Frashëri në Elbasan. Babai i tij e dërgoi atë në Austri për studiuar ekonomi. Xhafer Belegu vizitoi edhe në vitin 1920 Akademinë Komerciale në Linz të Austrisë. Gjatë kësaj kohe ai u takua me Leopoldina Stradenbauer, austriake, me cilën ai më vonë u martua. Pas përfundimit të arsimit të tij, normalisht si gjithë tjerët edhe si unë, u kthye në Shqipëri. Nga 1929 ai punoi në Ministrinë e Punëve të Jashtme si korrier diplomatik. Mbretëria shqiptare cakton në ambasador në Itali në Bari për periudhën 35-39. Më vonë ai u bë konsul në Bitola, që sot quhet Bitola, por normalisht çdo dëgjues shqiptar duhet ta njohë për manastir në Maqedoninë e sotme. Ndërsa Jugosllavia u pushtua nga nazistët, ai e humbi pozitën e tij dhe u detyrua të kthehej në Shqipëri. Gjatë diktaturës komuniste të Enver Hoxhës, ai u përsektua politikisht për punën dhe martesën e tij me një të huaj. Nga viti 45 deri në 48, Belegu ishte në burg, pas të cilit u lejua vetëm për të punuar si punëtor në një fabrikë. Me siguri që ka qenë biografia e tij që ka menjanuar dhe veprën kaq interesante të cilën sot e kemi në dorë. Për mua, lidhja është ngjarja më e lavdishme 200 viteve të fundit, dhe në këtë libër ka dhëna dhe dokumente evropiane dhe turke të kohës që hedhin dritë për gjithë heronjtë, për veprimet e kohës të tyre, të cilët shkruan atë histori. Mua më krenon fakti se Malsia Gjakovës ishte edhe garda ushtarake kryesore e gjithë veprimeve kombëtare. Ishin organizatorët në eliminimin e Maxhar Pashës, të dërguarin e posaçëm sultanit për të nënshtruar urdhrit për dorëzimin e plavës dhe gucisë.
Kjo gardë ishte elita e atëhershme e Tropojës, e cila thirrri dhe mbështeti figura të tilla të shquara si Abdyl Frashëri, Ilyas Pash Dibrën, Ymer Prizrenin, Sulejman Vokshin, i cili ka qëndru shumë herë tek shtëpia ime. Te ky libër gjet argumente të rralla, ndër të cilat veçoj. Lidhja aktivizoi direkt në luftë mbi 100.000 ushtarë. Xhafer Belegu e thot 200.000 ushtarë ishin në gjendje të aktivizoheshin. Shtriu krahët e saj nga nishi e Sanxhaku deri në Çamri, nga Shkupi në Podgoricë. Lidhja u pranua dhe u mbështet nga gjitha trojet shqiptare. Ajo kreu vepra të mëdha, kryesisht mbrojtja e territorit, unifikimi ushtarak i kombit, krijimi një hierarkie pushteti të gjitha lidhjeve, bajraqeve apo organizimeve shqiptare në ushtrimin hierarkik të lidhjes së Prizrenit. Efektet domethënë ekzekutive të saj janë ndër tjera, të gjitha janë interpretimi imi. Shpallja e Prizrenit si qendra politike e lidhjes në rrafshin social, pushimi i ahmarrjes, që sot quhet gjakmarrje ndër shqiptar. U mor vendim ndër vendimet e para që nuk do ketë më ndër shqiptar ahmarrje për mos të goditur pastaj ose për të mos penguar lidhjen e Prizrenit si qeverinë vete. Në rrafshin territorial ishte mbrojtja e plavës Kucis, të cilët pas mbi 30 sa vitesh në 1912 në ranë në dorë të Malazezit. Mbrojtja e Hotit dhe Grudës, mbrojtja e Ulqinit, një mbrojtje legjendare e jashtëzakonshme, mbrojtja e Shkupit, mbrojtja e Çamris nga grekët nga agresioni jugor. Në rrafshin e bashkëpunimit ndërkombëtar ishte mbrojtja nga pushtimi i fisëve të Bosnjës nga fuqitë e mëdha dhe nga pabësia turke. Normalisht kishte edhe, domethënë, një marrëveshje me ndër Ballkanas për të mbrojtur territorin e tyre. Në rrafshin diplomatik, shkresa 15 qershorit e 1878 ku lidhja i drejtohet portës së lartë me anën të cilit i njoftonte se shqiptarët nuk do t'i nënshtroheshin sundimit ruso-bullgar e serbo-malazez dhe se kishte vendos me luftue. Është shkresa ndër e parë dhe me theks se ne nuk do nënshtrohemi, por do të luftojmë në rast se ju kërkoni që të na ndroni sunduesin. Lidhja me fuqitë e mëdha nëpërmjet dërgesave të lutje dhe përfaqësuesve nëpër kancelari të ndryshme. Në rrafshin ushtarak, grumbullimi gati 180.000 ushtarëve me 38 batalione, 142.000 këmbësorë dhe 38.000 kalorës, si dhe të hollave të nevojshme për mbrojtjen e trojeve shqiptare. Në përgjithësi, hera parë që fuqitë e mëdha pas gati 400 vjetësh të dëgjonin çështjen shqiptare, si çështje ndryshme nga ajo turke. Hera parë që shqiptarët i tregonin perëndimit që jemi ndryshe nga otomanët dhe se jemi katolik, ortodoks e musliman, do të thonë jemi gjithë shqiptarë. Pra, secili nga ne duhet të dënojë çdo lloj përpjekje për ta përshkruar si një mbledhje. Nuk është një mbledhje veçantë, besoj që unë do të themi më pas se qeveri, po. Pra, lidhja në Prizren vepronte krejt si po citoj autorin tani. Lidhja në Prizren vepronte krejt si një qeveri kombëtare, sundonte e rregullonte krahinat e qytetet e Shqipënisë, për sa i përket administratës dhe mbledhte luftëtar e taksa. Kjo citohet faqe 22 të librit Xhafer Belegut. Këto veprime i vunë vulën pavarësisë së ardhshme të 1912-s, megjithëse me troje tepër të cunguara, siç e thot edhe Kristof Rashri. Unë them Admir tani si mendoj një këngë, si thua, sikur të transmetojmë tani këngë historike të Kosovës, prej Prekuplje deri në Nish. E pra si që po ndiqni edhe këngën të dashur dëgjues, prej Prekuplje deri në Nish. Prej 130 vjetësh kjo këngë është kënduar nga qindra këngëtar kosovar të Malsis Gjakovës, të Lumës, të Dibrës e të tjerë. Me tekstin dhe me melodinë unike, kënga evokon ato vitet paharruara për popullin shqiptar, kur 1/3 e trojeve tona etnike po laheshin me gjak.
po digjeshin me themel, po grabiteshin pa mëshirë, po zhbëheshin kombëtarisht dhe me dhunë, po i aneksoheshin Serbisë. Ishte ajo kohë kur me strategjinë e tokës së djegur me genocid dhe etnosit të hapur, Serbia e ndihmuar nga Rusia dhe Europa bëri pastrimin etnik të Toplicës dhe të Sanxhakut të Nishit, dëboi me dhunë rreth 350.000 shqiptar autokton, rrafshoi me zjarr afro 700 fshatra dhe qytete shqiptare dhe vrau e masakroi barbarisht rreth 70.000 shqiptar. E lidhur me genocidin serb dhe gjëmën shqiptare të asaj kohe, vajton pikëllueshëm një pjesë e folklorit tonë, Admir. Flet me dhimbje në shpirt kujtesa e popullit të shpërngulur dhe të mbetje përjetësisht si muhaxhir. Dëshmojnë gjithashtu vrazhd dokumentacioni i përshkruar dhe i shkruar që ka arritur deri në ditët tona, e emëruesi përbashkët i rrëfimeve të trishtuara të asaj kohe, janë operacione shfarrose serbe, zjarri dhe pushka serbe, mbi një popullat të tërë të parëmatosur, vrasjet në mas, dëbimet me dhunë, grumbujt e kufomave të djegura, fshatarët e varur në lisa, pleqt, gratë dhe fëmit nikje, të ngrirë nga acari, buzrrugve, katundet e plaçkitura e të rrafshuara me tokë. Me veprimin e saj të vendosur, Shqipëria po ngrije jo vetëm në skenën kombëtare, por edhe në skenën e madhe gjeopolitike ndërkombëtare në atë kohë. Vargu nam madh, vargu i kushtërimuar, urues dhe shpresëdhënës, ugurolla moj Shqipni. Me fat të mbar moj Shqipni, për nga pesha figurative shprese, afrohet me vargun poetik Erdhi dita e arbrit, me të cilin Derada në këngët e Milosaos simbolikisht e hap skenën epike të epokës së ndritshme të Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Prej përkuplje deri në Nish, Shqipnia shkoi ke fushës. Na mbuloi tymi pushkës, Shqipnia shkoi ke fushës. Na mbuloi tymi pushkës. Jemi në valët e Radio Kontaktit të dashur dëgjues në emisionin Në dëshmitë arkivore, pse lidhja e Prizrenit ishte qeveri gati 4 vjeçare? Fakte, argumente dhe hulumtime të realizuara nga doktor Admir Mulaj. Atëherë, kënga që po dëgjojmë në sfond, prej përkuplje deri në Nish, evokon një luftë madhe dhe të pabarabart, ndoshta me uniforma turke, por kundër turqëve e serbëve njëkohësisht. Një luftë ballë për ballë, fyt për fyt dhe perq për perq. Në këtë luftë gjeniu popullor nuk merret me forcën e kampit armik e as e shuan ndonjë personazh nga ana e armikut. Lidhur me forcën e armikut, informacionet dalin tërthorazi që ndresa mbi njerëzore shqiptare dëshmon se armiku është në epërsi të madhe. Epërsinë shumë dimensionale të forcave serbe dëshmon edhe historia. Ato në krah kanë Rusinë, në ndihmë kanë Turqinë e dobësuar që bën tregti me toka shqiptare. Lufta në një moment merr për masa të mëdha. Kënga me pak fjalë jep pamje të gjëra beteje. Përleshje, kacafytje, llogore të mbushura me gjak, thirrje prisish, frymën luftarake në rritje, sulme të reja, bajraqe që lëvizin përpara, luftar që sulmojnë mbi armikun, prej sulmit në sulm, prej llogori në llogor. Kur i ram llogorit parë me qafirin ball për ball, kur i ram llogorit dytë me qafirin fyt për fyt, kur i ram llogorit tretë me qafirin perq për perq. Bini djem dushmanit për hatër të vatanit. Në çastin kur bajraku i Llaushës bie heroikisht në sheshin e betejës, bajraku i Fisit gjendet në duart e Njomat Zeqirit. Flamuri i luftës duhet të ngrihet sërish, duhet të trashëgojë. Sipas traditës, bajraku mund të mbahet vetëm në dorë burri, në mustaqe të cilit mund të qëndrojë kreri. Këtë pengesë Zeqir Llausha e tejkalon me lehtësi e guxim, e merr krerin e ngul në mish mbi buzën e epërme, në vendin e mustaqeve dhe me bajrakun e përgjakur në dorë, çan përpara në sulm. Ja po përcjellim Admir disa vargje të këngës. Hajde, hajde, Zeqir Rezalla, mos i del bajrakut përpara. Bajraku i Zeqirit spodahet prej tymit. E në vazhdim kënga sjell skena të tjera, skena epike,
e secila skenë është më tronditse se tjetra, sulme dhe kundërsulme, rënje heroike në emër të vatanit që po coptohej, të vatanit që po pushtohet, të vatanit që po humbet, thirrje, kushtrim, sulm, në gjak janë larë trimat, janë mbushur llogoret, nga gjaku janë rënduar flamojt. Hajde zë qirë lausha, 3 llogore në gjak i mbushe, qoze qirë bajrakun, s'mund po e luj prej gjakut. E në evokimin e kësaj lufte të shenjtë dhe të pabarabartë, të dashur dëgjues, si rrallë herë në kësaj lloj rastesh, inkuadrohet edhe muza popullore. Inkuadrimi i saj në këngë simbolizon urdhrin e komandantit, urdhrin e atdheut dhe urdhrin e Zotit fuqiplot. Ndaj refreni i këngës, i ripërsëritur strof pas strofe, tingëllon aq natyrshëm, aq njerëzor dhe aq hynorja, për shembull, bini djem dushmanit për hatër të vatanit. Fundi i këngës është tragjik, ashtu siç që tragjik edhe fati të tretës atdheut tonë. Qëndresa dhe flijimi shqiptar ranë para forcës ruso-serbe turke. Në atë rast, ra dhe Nishi, Piroti, Toplica, Kosanica, Qupëria, Plana, Krusheci, Leskoci, Gurdulica, Vranja, Përkuplja, Kurshumlia, e tjerë, rreth 700 fshatra. Qëndresa dhe flijimi ran, por amaneti dhe gjëma e këtyre 700 fshatrave shqiptare të djegura me themel mbeten dhe jetojnë amshushëm në ndërgjegjen e brezave. Derdhëm gjak deri në pikën e fundit, atdheu nuk e falem as e shitëm. Na dogjën, na pushtuan dhe na dëbuan me forcë. Gjëma asaj e one dëgjohet kudo dhe sot, në male, në fusha, në lumenj, në gjakun e secilit shqiptar që sot jetojnë që nga Shëbat deri tek deti i Zi apo fushat e Anadollit. Thonë, amanetin nuk e tret as dheu. Tragjedia pariparueshme kombëtare që ndodhi prej Përkuplje deri në Nesh bindi shqiptarët se ndodhen përpara rrezikut të qenies së tyre, para azjesimit si popull e si kombë. Dhe në këto kohë, pikërisht pas disa muajsh, formohet lidhja shqiptare e Prizrenit. Kujtojmë dëgjuesit se jemi drejt për së drejti në studion e Radio Kontaktit, 89.3 MHz, në emisionin kushtuar lidhjes Prizrenit. Jemi në valët e Radio Kontaktit të dashur dëgjues në emisionin kushtuar lidhjes Prizrenit. Vazhdojmë Admir, shfletojmë librin e historianit Xhafer Belegu për themelimin e lidhjes së Prizrenit. Kushtet në të cilat u formua ajo. Ju kujtoj të dashur dëgjues edhe një herë se po na ndiqni në valët e Radio Kontaktit në ciklin e emisioneve kushtuar lidhjes së Prizrenit, një prej ngjarjeve më të mëdha të historisë së kombit ton. Meqense Kongresi i Berlinit do të hapesh me 13 qershor, të gjithë qytetet e Shqipërisë vendosen me dërgu përfaqësues në Prizren. Mbledhja e madhe pan-shqiptare që po përgatitej këtu kishte për qëllim me formu një front përbashkët, me një qendër prej ku do të delshin urnat e do të merrshin masa kundër armiqve dhe do të bëheshin hapat e duhura pranë Kongresit në Berlin. Pra vazhdojmë të shfletojmë librin e Xhafer Belegut. Po, vazhdo Admi. Parësia e Shqipënisë
dhe delegatët e qyteteve të krahinave shpejtuan me u përgjigj kushtrimit kombëtar me u gjetë në Prizren ditën e caktuar. Me 10 qershor, të gjithë delegatët u mblodhen në medreset Mehmet Pashës, e cila kishte një qeshk të madh e të bukur dhe përpara kishte një fushë të hijshme qarkuar me plepa. Këtë qeshk e pat ngref Hysen Pasha Veliu. Rrugët e Prizrenit që shkonin për në medrese u mbushën me njerëz që proristin delegatët, të cilët ishin vesh me kostumet e vendeve të veta që epshin një pamje piktoreske. E gjithë Shqipnia duke qenë në kulmin e dëshpërimit i kishte drejtuar syt ka Prizreni, ku i kishte varë të gjitha shpresat e veta. Si u hap mbledhja, disa nga delegatët më me kulturë, si Abdul Bej Frashëri e shok, mbajtën fjalimet të zjarta duke theksuar rëndësinë e kësaj mbledhje. Abdul Beu nëpërmjet të tjera tha: "Ne shqiptarët rrjedhim nga pellazgët e jemi një popull më i vjetri këtu në Ballkan. Kurse slavët erdhën vonë e duke qenë me pakicë të madhe na shtyn. Me shumicë të madhe, na shtyn. Në jug perëndim të Ballkanit në këtë rrype të ngushtë ku ndodhemi sot. Nuk që mjaft grabitja që na bën atëherë, po kërkojnë sot me na shkit edhe tokë të tjera. Këta na kërkojnë plave guci, e grekët një copë të vilajetit Janinës, e cila është pjesë e pandame e adheut tonë të dashtun. Qëllimi i kësaj mbledhje sot është me u apre hovin këtyre armiqve të pa shpirt, duke lidh besën shqiptare e duke u betuar me i mbrojt, me gjak troje që na kanë lënë gjysht e katragjyshët tanë. Fjalë të zjarrta të Abdul Bej Frashërit u pritën me lot, ndërsy prej gjithë delegatëve të cilët britën me një zë besa bes. Mbledhja e përgjithshme e këtij bashkimi të ri kombëtar i dha emrin Lidhja e Prizrenit. Me 13 qershor arritën në Prizren telegrame nga Selaniku e Shkodra që thoshin se ishin gati me pranuar çdo vendim që do merrte Këshilli i Lartë i Lidhjes. Prizreni ju përgjigj duke kërkuar dërgimin e përfaqësuesve të tyre. Përveç qyteteve të Shqipërisë, kërkuan me hyrje në lidhjen shqiptare Jeni Pazari e Senica. Qytete këta të përbame për një popullsie jo shqiptare, por me një aristokraci shqiptare. Delegatët e lidhjes para të gjithave shfaqen dëshirën e sigurimin e qetësisë e çdukjes së gjakmarrjes. Mos për gjithnjë, të paktën sa të rregulloj fati i Shqipënisë, se kështu u lidh besa. Në 15 qershor, Lidhja e Prizrenit i dërgoi një telegram Portës së Lartë, me anën të cilit i njoftonte se shqiptarët nuk do t'i nënshtroshin sundimit ruso-bullgar e serbo-malazias dhe se kishin vendosur me luftue e qeveria turke e kishte për detyrë që t'interesohej për fatin e Shqipënisë në Kongresin e Berlinit. për këtë tokë. Snaldim se tjeta Vazhdojmë të shfletojmë librin e Xhafer Belegut, të dashur dëgjues. Ju kujtoj se po na ndiqni në valët e Radio Kontaktit, jeni me mua Shpresën dhe Admirin në emisionin e Lidhjes së Prizrenit. Vazhdojmë të me shfletimin e librit. E mbet vërtet në Shqipëri qetësia që aso kohe aq e plot sa që pam ndonjëherë tjetër një qetësi të tillë, nuk e pam, gjë që shkaktoi lavdimet e të gjithë shtypit evropian. Europa tashmë e kuptoi se shqiptarët ishin të zotë, me u organizue, e meritojshin me pas një shtet kombëtar të pamvarur. Në një mbledhje tjetër, në një xhami të vendit u vendos që Prizrenit ishte qendra politike e lidhjes dhe të veproi për mbrojtjen e tanësisë toksore të Shqipënisë. E në qoftë se do të humte një plam tokë shqiptare nga pazotësia e Turqisë, atëherë të mos e njohin mas sultanin e të mos kërkojnë asnjë ndihmë prej Stamollit
dhe të shpallin independencën shqiptare. Pastaj vendosën me rokarmët për me mbrojt vendin kundër Serbisë e Malit të Zi. Abdyl Frashëri hartoi 2 telegrame dhe ja paraqiti mbledhjes për pëlqim. Njëri prej tyre ju drejtue ambasadorëve në Stamboll dhe tjetri Kongresit të Berlinit. Lidhja me këta telegram kërkonte që të merreshin parasysh dhe të mbrojshin të drejtat e shqiptarëve. Lidhja në Prizren vepronte krejt si një qeveri kombëtare, admir po e theksojmë, ja ku e thotë edhe Xhafer Belegu, historiani Belegu në librin e tij. Pra lidhja vepronte krejt si një qeveri kombëtare, sundonte dhe rregullonte krahinat e qytetet e Shqipërisë, për sa i përket administratës, edhe mblidhte luftëtar dhe taksa. Fuqitë ushtarake të Turqisë u mbyllën në kazerma se kishin urdhën prej Stambolli që të mos i ndërhynin lidhjes në punët e saj. Pasi veprimet e lidhjes dita ditës po vishin duke u shtuar, u pa nevoja për njerëz me shkollë. E prandaj u thirrën të gjithë ata që ishin të këtill dhe u vënë në dispozicion të saj, gjithë në punësit shqiptar, të cilët me vullnet dhe zell punojshin për mbarvajtjen e lidhjes për idenë kombëtare. Portat e ndërtesave të qendrës në Prizren ditë e natë ishin të çeluna. Grupe njerëzish hynin e dilnin pa pra, për me marr urdhna e për me pru lajme. Një shumicë e madhe telegramesh vinin prej të gjitha anëve të Shqipërisë, prej miqve të saj në Evropë dhe prej shqiptarëve të Italisë, që e përgëzonin lidhjen për veprimet e vendimet e marruna. Vazhdojmë të çfletojmë librin e Xhafer Belegut. Jemi në emisionin e lidhjes së Prizrenit, drejt për së drejti nga studio e Radio Kontaktit, me mua Shpresën dhe Admirin. Në një mbledhje të posaçme, qendra në Prizren zgjodh për kryetar delegatin më të vjetër, Ilyas Pash Dibrën. Ky kryesonte mbledhjen e përgjithshme të përbame prej delegatëve të gjithë Shqipërisë, edhe kishte fuqi të madhe morale. Mbledhja e përgjithshme kishte caktuar 3 komisione për punët e jashtme, për të brendshmet dhe për financat. Normalisht edhe Evropa sot me komisione funksionon. Mbledhja e përgjithshme kishte Komisioni i punëve të jashtme përbash prej Abdyl Frashërit, i cili ishte faktori kryesor i idesë dhe i lëvizjes nacionale, me bashkëpunëtor Shaban Pejen, Galip Shkupin dhe Asaf Manastirin. Ky komision merresh vetëm me çështjet e jashtme të lidhjes, duke i drejtuar lutje protesta Kongresit e fuqive të mëdha dhe duke korresponduar me filoshqiptarët e me shqiptarët e jashtëm. Komisioni i punëve të brendshme përbëhej prej Haxhi Shabanit nga Prizreni, Qor Abdyl Efendiut, Myderizi Shkupit, Mahmut Qypërlisi dhe Esat Pash Tetova, dhe merresh me çështjet e brendshme dhe me administrimin e Shqipërisë, duke u kujdesë për mbajtjen e qetësisë, për mbledhjen e ushtrisë vullnetare dhe jepte vendimet e duhura. Ky ishte komisioni i fuqisë zbatuese. Ndërsa komisioni i financës përbahesh prej Sulejman Vokshit, Zia Prishtinës, Shefik Gillanit dhe 2 të tjerëve të cilët nuk dihen dhe kujdesesh për mbledhjen e fondeve, për armatimin e ushtrisë dhe ushqimin e saj. Këta 3 komisione funksiononin vetëm në kohë të mbledhjes përgjithshme. Dyert e këtyre pastaj i shikonte Dega Lokale e Prizrenit, detyrat e këtyre pastaj shikonte Dega Lokale e Prizrenit, që kryesohesh prej Ymer Prizrenit. Lidhja në mbledhjet më të para filloi me dhënë vendime të cilat quheshin në turqisht sipas kulturës të atëhershme karare. Këta deri diku kishin ligjin e një fuqinë e një ligji.
He, u lumë për djendë që lindi Dibre, ishte kjo kënga kushtuar Ilias Pashës. Dhe ne, Admir, do vazhdojmë emisionin kushtuar lidhjes së Prizrenit. Jemi në studion e Radio Kontaktit, i kujtojmë dëgjuesit. Admir, disha thosha me keqardhje kam brejtësen emisionet radio-televizive, i referohemi gjithnjë më pak kryeveprës eposit shqiptar, siç është Lahuta e Malsis, të poetit madh kombëtar Atë Gjergjfishta, e cila në pjesën më të madhe të saj i kushtohet lidhjes së Prizrenit. Ja të përcjellim së bashku disa vargje për dëgjuesit këto vargje të kësaj perle të Lahutës së Malsis. Shkrepi dielli bust cukalit, eja të kënojmë, oj zana e malit. Eja të kënojmë në Lahutë të Malsis, se ata krenët e shqiptaris në Prizren na janë bashkue, për me fol, me bisedue, shqiptarin se si me e pështue prej qapojve të malit zi, që ka dyndë tope ushtri, me hi në plav e me hi në guci. Me lujt shkau harush me ne, thu se s'ka shqiptar mbi dhe. Por po kish besa shqiptar, kish shqiptar zemër bujar, burra turp, trima luftar, që s'po tutshin këta me dek, nerëzën tok me pas me i prek. Pas ka një qajali pasha, e ka vra ato vetlat trasha, ka vran vetlat e a idhnue, burri botës kur ka në gjue, se në Berlin a bo pleqnia, në kam të shkjaut me ra Shqipnia, edhe në pej trimi ka dal, tanë Shqipnis i ka qu fjal. Që shka është krye, shka është bayraktar, shka është vojvod e shpije par, fill me dalun në Prizren për me ngrehun aty ku vend, e si motit për atë dhe me lidh bese, me lidh fe, trup në kamp atë qu Shqipnia, shka është gegnia e tantës knia. E tani kam dëshirë që ta mbyllim emisionin e sotëm Admir me këngën e kënduar nga Ilir Shaqiri. Kjo për faktin se ka mjaft artist, sidomos këngëtar, që u drejtohen këngëve dhe herojve të asaj kohe legjendare. Kjo, siç do të shohim edhe do ta shohim më të theksuar, është tek brezat e rinj të këngëtarëve popullor të krahinës së Malsisë së Gjakovës. Evropë vjetër, si s'ma gjetën një rrugë tjetër, një rrugë tjetër me pak bes, 100 vjetë në qiten hares. Moj Evropë erdeja Kalkanit, ta mund zjarin mes Balkanit, ta mund zjarin që më përvlon, e nuk pres ma nuk pres si kujton. Ja u pres hilet si të thash, se më karama t'i ka nasht. E dredhi po dalin kush, arat borë mi kanë mbush. 100 vjet po i pres në kushtlim, po i lajnë durt me gjakun tim. Thema mua krenarin dhe dolëm zes. Mos të ndaj kufi, mos të ndaj kufi. Thema token, t'jem më qenin. Thema gorgjin, shoma t'jelin. Du t'jem zon, imen ton. Jedhe sot e nesër, jam Evropë, jam Evropë, jam Evropë. Jemi pra në mbyllje të emisionit për lidhjen shqiptare të Prizrenit. Pse lidhja e Prizrenit ishte qeveri gati 4 vjeçare. Atëherë mirupafshim në emisionin e ardhshëm, që do të ketë në qendër Vaso Pashën dhe intelektualet e tjerë të shuar dhe kërkesat e tyre, si dhe aksionin e Gjakovës, që shënon divorcin përfundimtar me Stambollin dhe fuqitë e mëdha.
Pra, fillon lufta e lidhjes për bashkimin dhe mbrojtjen e trojeve shqiptare. Miru dëgjofshim pra në emisionin e dytë të dashur dëgjues, çdo të ëndë të premte në orën 13 me fakte, argumenta dhe hulumtime të realizuara nga doktor Admir Mulaj. Miru dëgjofshim. Bashkë me lisat rriten trima, unë valsor e mrine mora, për liri shkrepa Martina. Zopëtun hotin e gruden, mi kanë preplau e guci, në për vite ma preluven, jam shqiptar në martësi. Shqiptar e shqiponjës, në një kamur të pandar, për shekuj i të botës, për jetësish jemi shqiptar. Një mallëkim të preudhë, muhaqir pa toke shtëpi. As më thua pse të ranë, më përzu në babesi. Nën e baba Vartiranë, muj martirja qamëri. Shqiptar, ndërpresa historia, na ka rritur lutetar, gjithmonë do t'jetë Shqipëria, sa ke përgja shqiptar. Shekuj je coptuar, për liri kur nuk je lop, për flamur duke luftuar, nuk ku e bekur Kosovë. Erdi dita e bekuar, në për shekuj e ke përit, kra për kra sot je reshtuar, ma e reja republik. Shqiptar vite shqiponjës, në një flamur të pandar, ndër
Radio Kontakt. Radio Kontakt, kënaqësia e ditës suaj. me ka